Mirëmbrëma, presidenti I Këshillit Evropian është përsëri në Tiranë. Edhe sigurisht që kjo është një kënaqësi e veçantë për ne. E natyrisht edhe personalisht është kënaqësi që të ritakohem me presidentin, I cili është një mik I dashur edhe shumë I mençur. I dashur Antonio, shumë faleminderit. Ne jemi këtu sot pasi presidenti ka vizituar të gjithë rajonin dhe është ndalur në Tiranë edhe për faktin se nesër do të jetë I pranishëm në takimin, në summitin e komunitetit politik evropian. Natyrisht që diskutuam për të dyja aspektet që na lidhin me Këshillin Evropian dhe me Bashkimin Evropian, për aspektin e procesit ton të rrugës drejt antarësimit, që po ecën shumë mirë. Sot Shqipëria është zyrtarisht në tryezën e negociatave me 16 kapituj të hapur, 8 kapituj të tjerë do të hapen në ditët në vijim dhe synojmë që t'i hapim të gjithë kapitujt brenda vitit, ndërkohë që siç e kam ndarë edhe publikisht gjatë gjithë fushatës elektorale në mënyrë të veçantë, plani I përbashkët me Komisionin Evropian dhe I mbështetur nga vendet anëtare është që të arrijmë të mbyllim negociatat në arkun e 3 vjetëve, domethënë nga 2024 kur filluan 2027. Është një plan shumë ambicios, por është një mundësi e jashtëzakonshme për ne, pasi janë rreshtuar yjet në një farë mënyre dhe Bashkimi Evropian sot, si asnjëherë më parë, të paktën në memorien time, është shumë I dëshiruar që të pranojë antarë të rinj, por natyrisht bazuar në merit dhe bazuar në rezultate. Aspekti tjetër për cilin folëm me presidentin është natyrisht ecuria në tërësi e rajonit, sepse edhe kjo është e lidhur me arsyen pse Bashkimi Evropian sot është në gatishmërinë më të lartë për të pranuar antarë të tjerë, sepse edhe konteksti gjeopolitik është I tillë, dhe unë dëshiroj që të përfitoj nga rasti edhe sot, po patjetër edhe nesër kjo do të jetë pjesë e diskutimit, që t'i ftoj të gjithë kolegët e rajonit, miqtë e mi, që të mos e humbasim këtë moment që historia na e ka sjell në derë, dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë gatishmëri të Bashkimit Evropian, pa harruar që historia e gjithë këtyre viteve ka treguar se procesi I zgjerimit mund të shpejtohet në një moment dhe mund të ngadalësohet për shumë vite. Dhe e fundit që dua të theksoj është që më vjen jashtëzakonisht mirë që këtu kemi edhe një mike të shtrenjtë të Shqipërisë. Në fakt
definicioni eksakt nuk është mike, po është ish mike, sepse tani më është skipëtare nga Italia, Federica Mogherini, që nuk e kuptoj akoma pse se ka bërë aplikimin për pasaportën shqiptare. Vetëm një justifikim ka që pret ta marrë pasaportën europiane të Shqipërisë, pra European Union Albania, se nuk do këtë pasaportën me lëvizje të lirë, po pa drejtë qëndrimi në Bashkimin Evropian. Edhe shumë faleminderit dhe studentëve të kolegjit që i shoh nga portreti që janë student kolegjit, sepse kanë një rrezullim nga yjet e Bashkimit Evropian në portret. Thank you very much, dear Prime Minister, dear Edi, for your hospitality, për mikpritjen, për këtë mikpritje kaq të ngrohtë. Dhe që është kënaqësi për mua që përmbyll turin tim të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor këtu në Tiranë. Siç e dini edhe ju, për Bashkimin Evropian, zgjerimi me vendet e Ballkanit Perëndimor është investimi më i madh geopolitik që ne po bëjmë për momentin, dhe ky është momenti i duhur dhe e kemi ne në dorë tashmë për të arritur këtë proces sa më shpejt që të jetë e mundur. Shqipëria është mishërimi i procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke qenë në rrugën e duhur drejt antarësimit në BE. Rezultati i zgjedhjeve këtë javë konfirmoi edhe një herë dëshirën e qytetarëve shqiptar për të integruar në Bashkimin Evropian, dhe i dashur Edi më lejoni t'ju përgëzoj edhe një herë. Faleminderit për këtë fitore mbreslënëse. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është objektivi ynë e përbashkët. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për në qoftë se apo se si, por këtu bëhet fjalë për kur. Ju e dini pikërisht se çfarë dhe eksaktësisht se çfarë duhet bërë. Dhe ajo që dëshiroj të bëj është vetëm t'ju inkurajoj që syt të mbani drejt këtij objektive dhe të arrini rezultate të tjera edhe tashmë në fund, dhe pikrisht tashmë dy çështje janë kyçe: ruajtja e ritmit dhe intensifikimi i punës, në veçanti sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit. Ne gjithashtu qëndrojmë së bashku krah për krah në arenën ndërkombëtare, natyrisht të vendosur për të thelluar bashkëpunimin ton për çështje që kanë të bëjnë me sigurinë dhe mbrojtjen. Gjithashtu, dialogu i parë i nivelit të lartë ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë për mbrojtjen dhe sigurinë që organizua para pak kohe në Tiranë është një shembull shumë i mirë i parafrimit që ne kemi me njëri tjetrin. Kjo javë shënon edhe një gur tjetër kilometrik, organizimin e samitit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, që do të sjellë në kryeqytetin tuaj mbi 40 udhëheqës evropian. Dhe është hera e parë që ky samit organizohet në këtë pjesë të Europës. Ndaj, më lejoni t'ju përgëzoj për organizimin e shkëlqyer të këtij samiti dhe me padurim pres takimet e ditës së nesërme. Jam i bindur që ato do të jenë produktive. Dhe më lejoni që të përdor këtë mundësi edhe për të përgëzuar Federica Mogherinin për një iniciativën, për nismën në bashkëpunim me ju për çeljen e Kolegjit të Evropës këtu në Tiranë, dhe edhe unë ju uroj mirëseardhjen studentëve të këtij vitit të parë që marrin pjesë pra në studimet, që është viti Jacques Delors, siç quhet. Sorry to don't manage dhe më vjen shumë keq që nuk do të kem kohë që të vi te Kolegji i Evropës, por ju kërkoj ndjes dhe është kënaqësi që ju shoh të gjithëve këtu të pranishëm. Faleminderit që erdhët, sepse Europa nuk ka të bëjë dhe nuk do të thotë vetëm begati. Nuk do të thotë vetëm vlera. Europa ka nevojë edhe për fytyrën tonë të përbashkët, që ta kemi atë dhe në të ardhmen të përbashkët. Dhe prandaj që shoh vitin Jacques Delors në Shqipëri, vitin e parë pra, është një kënaqësi e madhe për mua, sepse pas
baballarëve, pra atyre etërve themelues të Bashkimit Evropian, kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme dhe tashmë edhe ky është momenti, siç ka qenë në 92-shin, për të marrë hapin tjetër të rëndësishëm dhe fatmirësisht ju keni këmbë të forta dhe të gjata për të marrë hapa të mëdhenj përpara. Faleminderit. Exola Sheu, Euronews Albania, pyetja e parë është për ju, zoti president. Kryeministri Rama më herët, por edhe sot në konferencë për media, ka deklaruar synimin që ka Shqipëria për përmbylljen e procesit të negociatave të antarësimit deri në vitin 2027 me qëllim antarësimin me të drejtat plota në familjen europiane në 2030. E shihni ju këtë si një objektiv realist dhe të arritshëm në këtë afat kohor? Ndërsa për ju, zoti kryeministër, vijon në të njëjtën tematik, gjatë fushatës elektorale ju kërkuat shqiptarëve votën me qëllim për t'ju premtuar atyre dhe dhënë pasaportën europiane. Tani që qytetarët ju besuan sërish mandatin e 4, a është ende premtimi që Shqipëria të jetë Bashkimin Evropian në 2030? Faleminderit. Well, I'm not looking for a magic data. Nuk është se po kërkoj ndonjë gjë, ndonjë datë në vetvete magjike, por ne do të shikojmë dita ditës se çfarë po bën Shqipëria, pra arritjet e Shqipërisë dita ditës. Dhe sa po të kemi përfunduar procesin, në atë moment Shqipëria do të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Pse jo madje edhe më përpara? Pse jo përpara vitit 2030? Që do të thotë që në rast se Shqipëria do të vijojë me këto rezultate me të njëjtën ritëm, atëherë është tërësisht e mundur që Shqipëria të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian përpara vitit 2030. Megjithatë, gjitha kjo varet nga ecuria juaj, pra nëse do të vijoni me të njëjtën ritëm, dhe unë jam i sigurt që me këtë mesazh të fortë që kam për qytetarët shqiptar dhe për ju, Edi, për ekipin tuaj, që në muajt në vijim dhe në gjatë 2 viteve në vijim, unë jam i sigurt që ju do të bëni një punë të shkëlqyer. Dhe vitin tjetër, kur të vi sërish për vizitë, jam i sigurt që nuk do të na duhet që t'i përgjigjemi të njëjtës pyetje, pra do të jetë mundur apo jo, sepse ndoshta pyetja do të jetë që po, unë këtë dëshiroj të dëgjoj, pra që Shqipëria do të bëhet shtet antar së shpejti. Faleminderit. Besoj që në të gjitha rastet do vish vitin e ardhshëm se do hapim kolegjin e ri. Right? Jemi duke ndërtuar një godin që është më e bukur se ajo në Brush. Kjo është ambicia, edhe do vish ta inaugurosh në të gjitha rastet. Tani për sa i përket pyetjes, unë nuk e kuptova pyetjen, ose më saktë po them, po bëj sikur se kuptoj, sepse pyetja ishte që gjatë gjithë fushatës unë thash diçka për të marrë votat dhe cirku mbaroi, apo ajo që thash mbetet në fuqi. Kështu që unë po bëj sikur s'po e kuptoj pyetjen, dhe po them që jo vetëm që i qëndroj asaj që kam thënë, që ne na është dhënë mundësia historike pasi janë rreshtuar yjet bashk dhe Bashkimi Evropian ka hapur derën, që të hymë në atë derë nëse ne bëjmë të gjitha ato që janë të shkruara dhe të përmbledhura në planin që kemi në tavolinë së bashku me Komisionin deri në fund 2007. Kështu që ne do bëjmë tonën. Dhe duhet ta bëjmë patjetër tonën, se nëse ne bëjmë tonën, nuk ka çfarë bën as Antonio që e do me zemër këtë proces edhe Shqipërinë edhe rajonin, as një mik tjetër, sepse Bashkimi Evropian funksionon me laps
edhe me kritere dhe standarde që duhen përmbushur. Pasi ne të bëjmë tonën, pastaj topi është në fushën e tyre për të hapur derën. Zoti ju shtofti natin, themi ne, edhe para 2030-s, po ne kemi vënë 2030 nuk e pas parasysh që mund të ketë në proces momente që mund marrin më shumë kohë. Kështu që absolutisht kjo është një mundësi historike dhe ky është një mision historik për ne. Ne jemi në mes të Evropës, nga popujt më të vjetër këtu, dhe për sa kohë nuk do hymë në Bashkimin Evropian, do mbetemi të huaj. Dhe për ne nuk është çështje as fondesh, as prosperiteti, por në radh parë është çështje dinjiteti. Është çështje identiteti, është çështje përkatësia. Dhe ne duam ta mbyllim këtë proces. Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti President, unë dua ta vazhdoj pak pyetjen e koleges pak më parë, pasi Brukseli e ka cilësuar Shqipërinë dhe Malin e Zi si pararoj në procesin e integrimit. Gjatë vizitës tuaj në Mal të Zi, ju deklaruat se Mali i Zi mund të bëhet antar me të drejta të plota i Bashkimit Evropian deri në 2028. Vlen ky afat për Shqipërinë pasi edhe shqiptarët kanë nevojë të dëgjojnë edhe deadline, duke qenë se ju e thatë edhe pak më herët, besuan dhe shpresojnë që Shqipëria të bëhet antare sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Zoti Kryeministër, keni deklaruar dhe më herët që mandati juaj 4 do të jetë pikërisht mandati i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Cilat janë fushat prioritare me të cilat do të bazohet apo do të specifikohet ky mandati 4 për të përshpejtuar procesin e integrimit? Faleminderit. Look, we are living a very special moment in the world. And these very special moments, të veçanta në botë sot, dhe në këto momente të veçanta, më shumë se kur ne kemi nevojë që të përshpejtojmë bashkimin e të gjithë Europës dhe forcën, fuqinë e saj. Dhe kjo na sjell në këtë moment për zgjerimin, sigurisht për Ukrainën, Moldavinë, edhe Gjeorgjinë në rast se ata dëshirojnë, por sigurisht edhe për Ballkanin Perëndimor. Dhe Ballkani Perëndimor na ka sjell dhe na ka treguar që edhe më parë që dëshironte që të bëhej pra pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe këtu nuk është ndonjë garë, konkurrencë, por dëshira ime është që të gjitha këto vende, të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, të ecin përpara sa më shpejt që të jetë mundur me përmbylljen e negociatave, që të tregojnë rezultate për reforme, të përmbushin kriteret. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me të bërit e punëve për hir të bërit punëve, por për ndryshimin që do të sjellë për mënyrën se si ne funksionojmë, do të ndryshojë edhe mendësinë, mentalitetin. Ndonjëherë e di, kjo nuk është e lehtë, sepse edhe unë vetë vi nga një vend që jemi bërë shtet antar vetëm përpara 40 vitesh, dhe e di se çfarë do të thotë që ndonjëherë vazhdojmë të kemi vështirësi, por kjo është rruga e dur për të ecur përpara. Dhe për shembull këtë javë unë vajta në Serbi, në Bosnjë Hercegovinë, në Kosovë, në Malin e Zi, në Maqedoninë e Veriut, dhe sot dhe së fundmi pra jam në Shqipëri, duke plotësuar kështu të 6 vendet vizitën time në 6 vendet, pavarësisht vështirësive që ka në secilin prej vendeve, ndonjëherë edhe probleme dypalshme, ndonjëherë probleme historike. Gjithsesi, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një objektiv dhe dëshirë të përbashkët që të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian dhe të ecin përpara, të hapin një kapitull të ri. Dhe ajo që unë u them të gjitha këtyre vendeve është, dëgjoni, mund të keni besim tek Bashkimi Evropian, besoni tek ne. Ne kemi një vullnet të qartë politik në Këshillin Evropian. Ne kemi një angazhim të qartë nga Komisioni Evropian, që ky është momenti i duhur për të arritur këto rezultate dhe duhet ta përdorim këtë moment, këtë çast. E mbaj mend shumë mirë përpara disa vitesh që ne kemi ardhur këtu në Tiranë dhe kemi dëgjuar Edi Ramën kur tha:
Dëgjoni, askush nuk ju beson më, ose që ne do të bëhemi shtet antar, sepse aq shumë herë është thënë sa tashmë ndoshta askush nuk e beson. Por ajo që ka ndodhur në secilin prej këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor gjatë 2 viteve të fundit, por edhe mënyra se si ka ndryshuar Bashkimi Evropian gjatë 2 viteve të fundit, ka ndryshuar tërësisht mendësia edhe në Bashkimin Evropian, pra edhe qasja. Kështu që jam e sigurt që edhe Edi Rama beson tashmë në një gjë që nuk besonte deri diku përpara 2 vitesh. Kështu që kjo do të thotë që tashmë kjo gjë është e mundur. Për mua, edhe kur përpiqem madje, që e zëm, edhe në qoftë se do harroj për Ballkanin Perëndimor, se sa herë hy në zyrë çdo ditë, shikoj një kanoqe Coca-Cola me një dizajn shumë të veçantë nga vetë Edi Rama. Dhe në vetvete ajo kanoqe është shumë e veçantë. Është simbolike, jo vetëm për faktin që i kishte projektuar e ka dizenjuar Edi Rama, por sepse kur isha për vizitë në zyrën e tij përpara disa vitesh në një cilësi tjetër, ai më ofroi një libër nga një shkrimtare vërtet e madhe dhe shumë e mirë shqiptare në portugalisht, Lea Ypi, të lirë, dhe unë e lexova librin gjatë udhëtimit ndërmjet Shqipërisë, Tiranës dhe Lisbonës. Dhe me të vërtet që e pëlqeva shumë atë libër, u apasionova shumë bas librit, a e di që ajo po shkruan sërish, dhe është një novel fantastike për të kuptuar historinë tuaj, historinë e Shqipërisë, por edhe historinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është arsyeja sepse unë e kam ofruar si dhuratë Krishtlindjeje udhëheqësve të Europës librin e Lea Ypit. Dhe një nga momentet më simbolike të librit të saj ishte momenti kur po diskutohej për kanoqen e Coca-Colës. Pra, çfarë përfaqësonte ajo në ato kohë, kur Shqipëria ishte një vend i izoluar dhe ishte aq larg të theme e veçuar nga vendet e tjera të Europës, dhe sa herë shoha të kanoqen në zyrën time, gjithmonë mendoj, ky është misioni ynë, ky është objektivi ynë, që të japim fund të izolimit dhe të përmbyllim bashkimin e familjes dhe kontinentit tonë evropian. Qatë them mund tani mbas kësaj, nuk besoj se ke nevojë që unë t'ju shpjegoj detyrat që duhet të bëjmë, se po t'i hyj këtij shpjegimi duhet ta mbajmë presidentin e Këshillit Evropian deri pas nesër këtu. Edhe duhet humbim edhe EPC-n, kaq shumë detyra ka BE-ja. Por ne jemi shumë të vendosur t'i bëjmë. Siç e dini, ne kemi dhe një model inteligjencë artificiale që na ndihmon shumë për gjithë procesin e transferimit të aki komunitar në gjuhën shqipe dhe të një sër informacionesh të tjera që marrim nga modeli. Dhe kemi dhe gjithë bindjen që pikërisht tani ky moment, si që tha dhe Antonio, e ka ndryshuar komplet qasë. Vetëm një gjë doja të korrigjoja, unë personalisht nuk e kam humbur asnjëherë besimin, po gjithmonë kam thënë që kjo është një histori dashurie ku deri kur ana tjetër do ta ndjej nevojën për ty, ti duhet mos dorëzohesh. Dhe duhet t'jesh gati në momentin kur ana tjetër do hapi dritaren, mbasi ti rikëndon poshtë dritares me vitet tëra bën serenata, nuk hapet dritarja. Kështu tani dritarja është hapur
Qarqafi është hedhur poshtë. Ne tani të dashuruarit duhet të ngjitemi duke pas parasysh që dritarja mund të mbyllet. Nëse ne nuk arrim të ngjitemi me shpejtësinë e nevojshme. Ky është para shumë panorama. Do më lejoni edhe herë ta falenderoj presidentin për vizitën dhe për kohën këtu. Edhe të falenderoj edhe një herë edhe studentët e kolegjit që na e zbukuruan këtë sallë sot. Urdhëro? Për çfarë ti falenderoj me? Po jo, falenderoj dhe juve patjetër, po nga që juve ju kemi këtu gjithmonë, ju falenderoj me disponimin tonë. Kjo ishte ideja, po patjetër falenderoj dhe ju të gjithë. Shumë falenderoj. Thank you, Antonio. Gracias. Obrigado.